5 ditë para zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike, ish deputeti Ervin Saliani ka kërkuar organeve drejtuese të PD-s ta lejojnë të garojë përballë Sali Berishës. Nëpërmjet një letre, Saliani kërkon anullimin e 2 vendimeve, atë për përjashtimin e tij nga partia dhe atë për përjashtimin e tij nga gara, pasi ai pretendon se nuk ka shkelur në asnjë rast statutin e Partisë Demokratike. Në demokraci nuk ke mundësi të zgjedhësh kundërshtarin dhe ndaj për mua nuk përbën asnjë problem që kandidat të jetë Sali Berisha dhe për këtë arsye nuk kam asnjë kërkesë procedurale për ta përjashtuar atë nga gara. Ai të jetë në garë bashkë me aleatin e tij Edi Rama, bashkë me varësit e tij, bashkë me komisionerët e tij dhe bashkë me bashkëpunëtorët e tij në krimin e organizuar. Dhe unë do të jem përballë bashkë me demokratat në një betejë të vërtetë elektorale. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani nisi në muajin nëntor një lëvizje brenda PD-s me takime në të gjithë vendin, duke kërkuar hapjen e partisë dhe ndryshimin e leadershipit. Por kryetari i PD-s Sali Berisha akuzoi për bashkëpunim me krimin dhe vendosi përjashtimin e tij nga partia. Për këtë arsye, kur Ervin Saliani dorëzoi kandidaturën për postin e kryetarit PD-s, ajo u refuzua. E në këto kushte, Sali Berisha është i vetmi kandidat për të cilin do të votojnë demokratët në garën për kryetar që do të zhvillohet në datën 23 maj.